Elhamdulillah, thumma elhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala ashrafi khalqillah Muhammad ibn Abdullah al-mab'uth rahmatan lil alamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. يقول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. Hamdi, falënderimet I takojnë madhnisë Allahut, atë e falenderojmë, atë e madhrojmë, tek I madhi Allah falje dhe mëshirë kërkojmë. Ndërsa salatet dhe selamet ja dedikojna krijesës më të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin Allahu e dërgoi udhërrëfyes, wa rahmatan lil alamin, dhe rahmet për mbar njerëzimin. Salate I çojnë pejgamberit alayhis salam, familjes tij, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarët pranishëm në këtë xhami kemi ardhur për ta lutur Zotin e Madh, se ai meriton të lutet dhe të madhrohet, dhe me emrin e tij dhasht Allahu I Madh që ne ta lusim Allahun deri në momentin e fundit për falje dhe për mëshirë, ja Rabbel Alamin. Jemi në kohë të xumas, ditë e veçantë e javës ku pranohen lutjet, edhe këtë fjalë potencojmë vazhdimisht se burrat më të pastërt dhe më të afërt pejgamberit alayhis salam ishin ata që e lutnin Zotin dhe u përgatitnin më shumti për ditën e xumë, ditë e veçantë e faljes së gjunaheve ku Allahu fal. Ndërsa sot kjo xumë është pak më e veçantë se xumaja të tjera. Kitë na kemi ardhur në xumë, pse është e veçantë ditë e javës, po sot është pak më e veçantë se është ditë e xumë, po është në 10 ditë e Dhulhijhes, ditët më të dashura të Zotit, ku Allahu I don veprat dhe I pranon adhurimet dhe lutjet. Mesazhi I hutbës është një hadith nga Ibn Abbasi radiallahu anhu që transmeton se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, punët e mira gjatë 10 ditëve të Dhulhijhes të parat janë më të dashura tek Allahu, prandaj shpejtoni dhe shpeshtoni shumë 4 fjalë shumë të rëndësishme. Punët më të dashura në 10 ditë e para të Dhulhijhes janë më të dashura tek Allahu, dhe thot pejgamberi alayhis salam që Ibn Abbasi transmeton, mi shpeshtu këto fjalë. Cilët fjalë? Fjalë që janë më të rana se toka dhe qielli, fjalë që janë shumë të rana në peshojën e Allahut. E para ka thonë me thonë subhanallah, e pastaj me shpeshtu me thonë shumë elhamdulillah, e pastaj me shpeshtu shumë me thonë Allahu akbar, me thonë la ilaha illallah, dhe e fundit me thonë Allahu akbar. O xhamat, let me thonë subhanallah, let me thonë elhamdulillah, let me thonë la ilaha illallah, dhe let me thonë Allahu akbar. Ne nuk jemi të vetëdijshëm se nëse nuk I thu këto fjalë, s'mund më shmukon pjesë e xhenetit. A mund me hinë xhenet ai çka nuk I thot Allahut subhanallah? S'ka. Çka do me thonë subhanallah, I lartë madhrum është Allahu. Ama në këto ditë duhet me shpeshtu këta, se nëpërmjet lartë madhrimit Allahut I afrohesh se Allahut don ty. E nëse don me ditë Allahu a don ty, atër shpeshtoje shumë këto ditë deri në ditën e Bajramit mi thonë Allahut subhanallah. E dyta, me thonë elhamdulillah është kusht dhe patjetër I çdo muslimanit. Po elhamdulillahin këto ditë e ka peshen më të rëndë se elhamdulillahin në ditë të tjera. Në 10 ditë të Dhulhijhes të para, mi thonë Allahut elhamdulillah, është mirësi prej mirësive, se s'ka mundësi me hinë xhennet ai çka nuk I thot Allahut elhamdulillah. Çelësi I xhennetit është la ilaha illallah. Prandaj porosia e tretë, shpeshton e shumë fjalën la ilaha illallah, dhe e katërta që I dridh zemrat e gjithë atyre që nuk e thojnë, këta është fjala Allahu akbar.
Allahu na mundsoft me thon subhanallah, me thon elhamdulillah, me thon la ilaha illallah dhe me thon Allahu akbar. Allahu na mundsoft me zemër dhe me gjuhë që vazhdimisht me thon këtë fjalë. O xhamat, Allahu ty dhe mu neve na ka mundsu me thon këtë fjalë. Afër 8 miliard njerëz nuk e thojnë këtë fjalë. Allahu ty dhe mu na ka zgjedh. Prandaj e fitojmë kënaqësinë e Allahut, e fitojmë faljen e Zotit, e fitojmë shpërblimin tek Allahu i Madh, ata të cilët e shpeshtojnë këtë lloj të dhikrit. Porosia hutbës është që ky hadith, edhe një krahasim që musliman qohen 10 natë të Ramazanit e madhrojnë Zotin. Hoxh, cilët janë më të vlefshme, 10 natë të Ramazanit apo 10 ditë të Dhulhijhes? Në 10 natë të Ramazanit e madhrojnë Allahun për shkak zbritjes së Kur'anit, edhe në 10 natë është një natë e vlefshme. Khairun min alfi shahr, Lejlatul Qadr, është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Amo një natë e lypmi mbrana 10 natëve. Anë 10 ditë të Dhulhijhes nuk ka një ditë, po 10 ditë janë më të dashura te Zoti, më të dashura se 10 natë të Ramazanit. Prandaj nuk ban mi neglizhu. Startova me një lloj prej llojeve të ibadetit, me thon subhanallah, me thon elhamdulillah, me thon la ilaha illallah dhe me thon Allahu akbar. Muslimanët japin sadaka dhe zeqat vetëm në fundin e Ramazanit. Jo, veprat më të dashura jepni ju shka s'keni dhënë zeqat edhe në 10 ditë të Dhulhijhes. Jepni sadaka në 10 ditë të Dhulhijhes. Vizitoni smurin dhe familjen në 10 ditë të Dhulhijhes. Ndihmoni njerëzve në 10 ditë të Dhulhijhes, dhe çdo vepër në 10 ditë të Dhulhijhes është më e dashur se çdo ditë tjetër të dynjas. Prandaj, wal fajr, wa layalin ashr, pasha sabahin dhe 10 ditët, këtu përkthehet 10 natë, po e ka kuptimin 10 ditët, e ka fjalën tefsirin e Ibn Kathirit dhe shumicën e komentatorëve. Allahu betohet ban be në 10 ditë. E Allahu kur betohet në diçka, është betu vel asr pasha kohën, tregon rëndësinë e saj. Allahu është betu në sabahin. Allahu tregon rëndësinë e saj. Allahu thot waleyalin ashr, për 10 ditë. Allahu e jep rëndësinë për neve që ta madhrojmë Allahun në këto 10 ditë, ndërsa 10 natë e mira të Ramazanit janë netët në muajin e Ramazanit, por është një natë më e veçantë, ndërsa ditët janë më të vlefshme se sa netët e Ramazanit. Nata më e mirë e vitit është nata e Kadrit, khairu min alfi shahr, ama Allahu në Kur'an thot wash-shafi'i wal-watr, është dita më e mirë e vitit është dita e Arafatit, e cila e plotson shartin e Islamit. Nëse Ramazani, agjerimi e plotson një kusht prej kushteve të Islamit, atër kushtet e Islamit e plotson edhe haxhi, e haxhi nuk ka haxh pa Arafat. El hajjul arafa, Allah i kabul haxhive, ja rabbel alamin. Prandaj haxhi është dita e veçantë që veçohet, e cila është zemra e adhurimeve, është Arafati. Allahu e quan yawmul arafa wash-shafi'i wal-watr, ditën e Arafatit dhe ditën e Kurbanit. Nëse na japmi sadakatul fitr në ditën e fundit të Ramazanit, nëse kurban prejnë haxhia agje për haxh, na prejna kurban këtu. Edhe këto lloje të adhurimeve, ata thojnë lebejk, Allahumme lebejk, na thojna Allahu akbar, na thojna subhanallah, na thojna la ilaha illallah dhe ashtu me radhë. Allahu i Qabës është edhe Allahu i vendit ton, dhe duhet me madhru Allahun vazhdimisht. Prandaj Ramazani është muaj në të cilën filloi zbritja e Kur'anit. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, për më na mësu fejen. Ama në këto ditë ka zbrit përfundimi i ajetit të fundit, në të cilën Allahu thot el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. E kemi zbrit këtë Kur'anin, këtë fejen, el-yawma ja kum plotsu ditë mirësit, begatit e Allahut, el-yawma akmaltu lakum dinakum, këtë fej komplet ja u kum zbrit. Pa noksan lloke, pa tmeta. Wa atmamtu alaykum ni'mati, dhe u kum plotsu begatit, wa raditu lakum al-islam dina, dhe dëshiroj që Islami të jetë feja juaj. Allahu na mundsoft me jetu dhe me vdek me Islam. Prandaj me këto ditë të Dhulhijhes ka përfundu ajeti i fundit sipas disa komentatorëve, edhe pse ka ihtilaf, mirë po në këto ditë është prej ajeteve të fundit që ka zbrit kompletimi i kësaj fejes.
Dhe me mbarimin e Ramazanit e përmenëm falen gjunahet, gufire lehu ma taqaddama min dhanbi, për ato shka ka shku falen gjunahet. Ama ai që ma Ramazan ditën Arafatit, ai që ma Ramazanin ditët e Dhulhijhes, ama sidomos ditën Arafatit, çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Allahu fal gjunahet për një vjet që kanë shku, edhe një vjet që vjen. Kjo nuk është për ditët tjera, kjo është për ditët e Arafatit. E lusim madhnin e Allahut madh, që Allahu nga zemrat tona mos ta largon shahadetin ya Rabbel Alamin. Fjalën subhanallah, fjalën elhamdulillah, fjalën la ilaha illallah dhe fjalën Allahu akbar, që janë shtyllat e akides të imanit. Ai që i thot këto me zemër, i ka në zemër, i ka në gjuhë, Allahu na mundsoft pastaj ta implementojmë këtë islam që Allahu na ka zbrit të bukur dhe plotësim të shpirtit, e të zemrës, e të mendjes, se ky islam është sistem gjithë përfshirës që shëron mendjen e njerëzve. O Allah, shnoshi mend të smutat disave që e kanë mendjen e smut me Kur'an dhe me Sunnet ya Rabbel Alamin. O Allah, shëroj zemrat tona, se nuk shërohet zemra me dynja, e me pushtet, e me asgjë tjetër pas se me Kur'an dhe me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na mundsoft. Elusim Allahun të na ban rrezik xhenetin, duke i thënë Allahut subhanallah, duke i thënë Allahut alhamdulillah, duke i thënë Allahut la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah, dhe duke i thënë Allahut Allahu akbar. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.